Zotë shefi i trafikës, efektivi me radhë të ditës së ndërkombëtare të trafikës ndodhet i rreshtuar. Qetë sot. Gramshit. Sot në këtë ditë ndërkombëtare të zjarfiksit menduam të bëjmë një takim me të gjithë brezat, edhe të vjetrit edhe këta që janë të rinj. Në pjesëmarrje kemi të ftuar në prefekten Luleta Dollanin, Gjenin, drejtorin e kabinetit, nënkryetaren e bashkisë Ergitën dhe Enon, drejtorin e elektrikut. Vrullshëm, vigjilent edhe shumë të ndjeshëm ndaj rrezikut, të gatshëm dhe solidar ndaj çdo nevoje qytetare, ju jeni aty. U përballeni me tërmetin, si aleatët më të mirë të bluzave të bardha dhe uniformave blu. Luftoni me flakët. Kur të gjithë përpiqet të largohen nga zjarri dhe ju shkoni drejt tij, ju sakrifikoni jetën tuaj për të mbrojtur atë të qytetarëve. Padyshim ju meritoni medaljen e guximit. Në shenjë falënderimi dhe vlerësimi për çdo sakrificë të secilit për jush. Ju jam mirënjohës pafund. Ju jeni kategori që meritoni mund ta përjetoni. Ky është momenti që mund t'ju them publikisht faleminderit nga zemra. Ju punoni dhe rrezikoni jetën tuaj nga mëngjesi në darkë pa thënë asnjëherë ulore. Ju jeni heronjë të politikës. Gëzuar festë. Faleminderit. Nderuar mëngjesit shërbimit zjarfikës Gramsh, të nderuar zjarfikës, të nderuar ish zjarfikës, pushteti vendor, gëzuar festën tuaj. Jam e nderuar që marr pjesë sot këtu me ju, për t'ju falenderuar dhe për t'ju shprehur mirënjohjen maksimale për punën dhe këmbguljen tuaj në gjitha aktivitetin që ju realizoni për ruajtjen nga zjarri, qoftë për sa i përket këtij shërbimi në mbrojtjen e pyjeve, në mbrojtjen e komunitetit, apo edhe në aksidentet rrugore. Dhe për këtë jeni ju ata që jeni në krye, jeni ju ata që keni treguar për kushtimin tuaj, profesionalizmin tuaj dhe të mohimin tuaj, çka na bëni që ne, jo vetëm si pushteti qendror apo vendor, por edhe si qytetar të Gramshit, të ndjehemi mirë, sepse në moment dhe në kohë shumë reale dhe në kohë rekord, ju jeni pranë komunitetit. Shembujt janë të shumtë, ju e keni provuar në kurrizin tuaj, ne e kemi parë nga jashtë, por edhe kur kemi qenë pjesë e juaja, jemi ndjerë vërtet mirë. Kështu që veç fjalëve shumë të mira, dhe jo për kortezi siç thuhet në të tilla raste, por ju vërtet i meritoni, ju shpreh edhe një herë mirënjohjen për atë falenderimin për gjithë punën dhe këmbguljen tuaj. Shëndet keni për ju, për familjet tuaja dhe veç rezultate shumë të mira paçi në Gramsh. Besoj që edhe mbështetja e pushtetit vendor ka qenë dhe do të jetë edhe në të ardhmen. Suksese! Ju uroj gëzuar festën juve dhe gjithë kolegëve tuaj mbar botën, të ditëshëmuar jo vetëm për ju, se ju profesioni juaj është i vështirë, por për gjithë njerëzimin mbar botës, ashtu edhe për ne këtu, pasi profesioni juaj, ashtu siç tha dhe shefi Iliri, shpëton jetë dhe atje ku ka zjarr ju sjellni jetë me punën tuaj. Unë ju falenderoj të gjithëve brezat e kaluar që kanë kontribuar në këtë institucion dhe në gjithë ato luftra siç i quhen në gjuhën tuaj kundra natyrës dhe pronës që janë gjë më e shenjtë për ne njerëzit. Faleminderit stafit aktualisht dhe shpresoj që të ecin gjurmët e paraardhësve të tyre dhe të lënë gjurmë po aq të mira sa paraardhësit për brezat e ardhshëm që do jenë. Faleminderit nga zemra, ashtu siç tha dhe në prefektja, bashkë me pushtetin qendror ne do përpiqemi me gjithë mundësitë ekonomike që kemi për të sjellë sa më shumë pajisje ndihmëse dhe ju, uniformat e reja, domethënë fola edhe pak më parë me përgjegjës Ilirin në këtë periudhë që do të konkurrojë. Kështu që me sa kemi mundësi do ju gjendemi pranë. Faleminderit edhe një herë nga të gjithë stafi dhe besoj dhe të gjithë njerëzit pavarësisht se ndodhen këtu. Ju jam mirënjohës për gjithë kontributin dhe punën tuaj të sakrificës dhe të vështirë. Mirënjohje. Hyrjen tuaj dëme që mund të shkaktuar nga
ngjarjet fatkeqësitë natyrore, aksidentet mund të ishin edhe më të konsiderueshme, edhe më të rënda. Prandaj ju falenderoj që i keni minimizuar në maksimum këto dëme dhe keni qenë gjithmonë pranë çdo lloji ngjarje që ka ndodhur. Unë uroj të keni sa më pak punë në vazhdimsi dhe jam i bindur që në ato mënyrë ju do jetë. Përshëndetje të gjithëve. Komunitetin, duke qenë se puna juaj i prek gjithë. Nuk do të flas shumë për punën tuaj, sepse flet një qytetar. Thjesht do t'ju shpreh mirënjohje pafund edhe për ish efektivët që kanë shërbyer në këtë sektor kaq të rëndësishëm për vendin tonë. Edhe sot është dita juaj, unë ju uroj të gjithëve shëndet më të mirë në gjithë familjet tuaja dhe meritoni shumë. Faleminderit. Tashin bëj një kështu era. Zjarë frikës që mine, dajë zjarë i vigjenojnë, nuk kemi frikës që zdo jetë me jetë e mbrojnë. Zjarë frikës që mine, dajë zjarë i vigjenojnë, nuk kemi frikës që zdo zjarë e prush, ne bëjmë trupa tanë. Zjarë fiksat janë në trima, zjarë fiksat janë luan, zjarë fiksat janë në trima, zjarë fiksat janë luan. Zjarë frikës që mine, dajë zjarë i vigjenojnë, nuk kemi frikës që zdo jetë me jetë e mbrojnë. Dhe ju falenderojmë që të gjithëve për mundësinë që kanë dhënë secili. Prandaj ashtu si edhe neve jemi munduar faktikisht në disa momente kritike, por është kënaqësi të shërbesh të ndihmosh të tjerë. Sertifikata e mirënjohjes për shërbimin zjarfikës dhe i jepet zotit Esat Çonga me motivacion për kontributin e dhënë në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin e jetës dhe pronës në Bashkinë Gramsh. Zoti Esat. Të gjithë kolegët të kenë urime edhe punë të barë. Baku me motivacionin për kontributin e dhënë në shërbim në mbrojtjes nga zjarri për shpëtimin e jetës dhe pronës në Bashkinë Gramsh. Do thosha gjatë sa. Një do të them, puna e zjarfikësit është një punë shumë e vështirë, po dhe shumë e mirë, shumë e bukur. Ajo zjarfikësit janë dhe më të privilegjuarit për në ana figurative për punën e që bëjnë me fjalë. Po tani gjëra tjera që mund të them. S'ka gjë, mos është. Pas ka bërë.